Një fej? A shumë fej? Një fej a shumë? Vesh një fej. Feja islame. Që këtë profetet që kanë qenë prej Ademit a.s. Dhejte pejgamberi sallallahu sallam e kanë besu Zotin një. Pik. U kry? Tem, ju lutëm, pse 20 shumë fej? Nuk Ju ka, lutëm. dëgjo, si cili njeri lind me fejnë e ti. Ti ke lind me fejnë tonë, unë kom lind me fejnë tim. Pse 20 shumë fej? Nuk janë shumë, si cili fej janë mos e përzi me liber të Zotit me religion. Me besimin ku besoj njerëzit. Pse 20 shumë besime? Tjetra pyetje. Për shkak se besimi është i lirë. Nëse shkon të ajeti 99, i surës Yunus, vetë aty është informacion ja. Ti do të dërësh njerëzit besoj, kur ajo është i lirë, dhe besimi është i lirë me Kur'an. Në Kur'an është e garantuar liria e secilit në përcaktim për të besuar apo jo. Në lidhje me këtë garancë do të asjellë vetëm ajetin 99 në surën Yunus, "Wala sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin." Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë. A ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar?